Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës dhe shikues të dashur, kudo që jeni, mirë se gjejmë, ndoshta pak në orët e vona, mirë po për shkak të kurseve dhe punës ditore, po vonojmë pak a shumë të qasemi më herët. Mirë po temën që paralajmëruam pikërisht mbrëm për ditën e sotme, me kërkesë të shumë qytetarëve, pikërisht kërkesa atyre që ishte edhe ankesë në proces, pra na kanë sugjeruar që njëherë të thrasim si një lloj vërejtje te Bashkia Islame Dega në Gjilan, të cilët duke ju bërë thirrje, duke qenë zëri qytetarëve, i bëjmë thirrje Bashkisë Islame Dega në Gjilan që të merren masa dhe tempullin fetar të mos e shndroj në qendër tregtare. Pra shumë besimtarë kanë shpreh haptas pakënaqësinë e tyre dhe indinjatën e tyre lidhur me tempujt fetar që po shndrohen në qendra tregtare. Duke qenë se kjo anomali po bëhet nga ata që thirren apo thrasin në emër të Zotit, ju lutem të mos bëjnë gabime që populli të irritohet në procesin e asaj që nuk duhet. Pra, mos ta përzihen fenë me tregtin, sepse nuk besoj që është e duhur dhe nuk është etike. Andaj, duke i bërë thirrje Bashkisë Islame Dega në Gjilan për reflektim në proces që pa marrë parasysh kërkesave dhe nevojave të Bashkisë Islame për mjete financiare, mendojmë që aq mjete sa do të marrë qira nga ndonjë lokal apo ndonjë biznes në ambientin edhe apo në objektin e tempullit fetar, pra aq mjete sigurisht qytetarët i japin çdo herë pa ndërprerje dhe të cilët kanë dhënë edhe japin gjithmonë, kanë një gatishmëri të jashtëzakonshme për të shërbyer dhe për të dhënë donacione për xhamin, por duke parë që po shndrohet tempulli fetar në qendër tregtare, ne si Art Media e kemi marrë përsipër që ta transmetojmë zërin e qytetarëve, duke thirrur Bashkinë Islame që të reflektoj, Bashkinë Islame Dega në Gjilan, që të reflektoj dhe të jetë më e kujdesshme në veprime. Vlen të theksohet edhe një fakt tjetër që është një mungesë e madhe në shkollën Alaudin këtu në Gjilan. Mungesa kryesore është një qendre stërvitore apo një sallë apo një palestër sportive për nxënësit e shkollës së mesme, shkollës Alaudin këtu në Gjilan, dhe për ironi të faktit, akoma askush nuk e ka ngritë këtë çështje. Ne si Art Media e kemi diskutuar disa herë edhe me profesorë të ndryshëm, të cilët ligjerojnë në shkollën Alaudin në Gjilan, dhe na kanë thënë se nuk kanë ku të ndërtojnë një palestër sportive për një sallë sporti, faktikisht, jo palestër, mos ta marrim palestër sportive në kuptimin e asaj lojrave për shembull të klubeve, po palestër për aktivitete fizike për nxënësit e shkollës Alaudin në medresen Alaudin në Gjilan. Pra, këto dy kërkesa janë, e para është nga qytetarët, pra që tempujt fetar të mos shndrohen në qendra tregtare, ndërsa kjo e dyta është e jona pikërisht duke parë se në çfarë kushte të rënda faktikisht është e tmerrshme kur e kujtojmë për shkak se të nxënësit e asaj shkolle, pra luajnë futboll në një hapësirë prej dikon 25 metra katror, nuk besoj që ka më shumë hapësira, apo 30 metra katror, por aty kam parë duke improvizuar golat dhe duke e kryer lëndën e edukatës fizike. E për mua ka qenë shumë e dhimbshme, pra Bashkia Islame e Kosovës ka ndërtuar xhami, ka ndërtuar shumë çka, pra ka ndihmuar shumë familje, por nuk i ka ndihmuar
medresantët e gjimnazit Alaudin në Gjilan, dhe me këtë rast kërkojmë që të dy kërkesat që vinë nga e para nga qytetarët, e dyta nga ne, nga Art Media, të mirën seriozisht, të trajtohen me seriozitetin më të lartë në Këshillin e Bashkisë Islame Dega në Gjilan, dhe të vendoset drejt, ashtu me mënyrë më meritore, dhe të mos ketë më probleme të tilla në qoftë në hapësirat e objekteve të tempujve fetar, apo qoftë edhe për nxënësit e medresesë Alaudin këtu në Gjilan. Miq të dashur, nuk po shohemi më tepër në këto shqyrtime të problemeve që i ka faktikisht edhe medreseja, por edhe Këshilli i Bashkisë Islame Dega në Gjilan, sepse ka dhe probleme të tjera, mirë, po me kërkesën e thash edhe më herët, me kërkesën e atyre që bëjnë ankesë tek ne, pra me kërkesën e zërit të qytetarëve, i kemi lënë që këto gjëra vetëm t'i thrasin Bashkisë Islame dhe ata të reflektojnë, pastaj për problemet e tjera në bashkëbisedim me Këshillin e Bashkisë Islame Dega në Gjilan, ti trajtojmë temat me seriozitetin më të lartë dhe të mos ketë pra një lloj keqkuptimi të panevojshëm mes qytetarëve dhe Këshillit të Bashkisë Islame Dega në Gjilan. Pra, miq të dashur, kaq sa i përket pjesës për paralajmërimin e mbrëmshëm që e bënëm, pra sot po i kthehemi asaj që është një neglizhencë e jashtëzakonshme, pa marrë parasysh faktit se nuk është hera parë që përballemi me vërshimet, është fuqia e Zotit ajo që nuk mundet askush t'i dalë përpara, mirë po paraprakisht konsiderojmë që faktori njeri është shkatruesi më i madh i shumë proceseve, e me këtë rast shumë herë ndërtimet në mënyrë të kundërligjshme, ndërtimet në vende të jo të përcaktuara nga ekspertët e fushës, pra duke një farë mënyrë duke i shprehë dëshirat e tyre secili se ku e ka një pronë, mund të ndërtojë një objekt dhe në atë objekt mund të zhvillojë veprimtari, mirë po pa e llogaritur asnjëherë që në një moment të caktuar mund të ketë dëme apo pasoja të cilat nuk ja riparon askush, dhe me këtë rast gishti mund të drejtohet nga institucionet. Gishti mund të drejtohet nga institucionet që nuk e kanë ndalu, për shembull, ndërtimin e një objekti në vend të caktuar. Kemi problemin e rrugës, për shembull, Gjilan Ferizaj, ku sot janë lajmëruar shumë ankesa dhe ka pasur raste të tilla kur është bërë thirrje që mos të kalohet në atë pjesë sepse është e pakaluar, pikërisht për shkak të problemeve që janë shfaqur kohëve të fundit, për shkak të mbulueshmërisë së hapësirës. Pra ngritja e një farë mënyre e mbushja e tokës me elemente apo me mbetje të objekteve të rënuara ka bërë që uji të mos ketë nga të qarkulloj dhe të mbushet rruga dhe të mbushen pjesë tjera të mos ketë qarkullim. Vjen të theksohet se problemin e njëjtë e kanë pas për shembull disa qytete të Kosovës, e këto vërshime faktikisht janë një surprizë përsëritur tek komunat e Kosovës, pa dashur me ironizu me ndonjë komunë apo me ndonjë individ, pa dashur me ironizu me ndonjë qytetar apo ndonjë komunitet, mirë po nëse ka ndodhur për shembull para 2 muajsh vërshime, para vitin e kaluar ka pas vërshime, para 2 viteve ka pas vërshime, ka pas përmbytje, ka pas për shembull dëme të pariparueshme, ose ka pas dëme që të cilat akoma nuk janë paguar nga procesi i vërshimeve, pra në një farë mënyre ende pa u pagu dëm shpërblimi, për shembull dëmi i parë nga komuna, po ndodh përmbytja tjetër dhe përsëri gjishti po drejtohet nga komuna
Unë konsideroj që drejtimi i gishtit nga komuna duhet të bëhet gjithmonë kur është e nevojshme dhe domosdoshme, mirë po paraprakisht duhet të kemi një lloj kulture në vetvete që t'i kushtojmë rëndësi sigurisë. Pra, ambientit ku ndërtojmë shtëpi, ambientit ku jetojmë, duhet të kemi sadokudo një lloj sigurie, për të cilën shumicën e rasteve tek ne nuk përdoret ajo siguri, nuk ka për shembull problemet e shumta janë që hudhen mbeturina gjithkund në rrugë dhe nuk merr përgjegjësi askush, mbulon kanalet e ujëmbledhësve, të cilët janë të dedikuar enkas për qarkullimin e ujrave apo të rreshturve atmosferike. Me këtë rast, për shembull, kemi pas rastin në Drenas ku nga videot e para në rrjetet sociale kemi parë që kanë nxjerrë me disa mjete shumë të forta, për shembull si metale, pllaka metali, gur, mos flasim për gjëra tjera, për shembull që pampersa shishe plastike se çdo gjë, pra në një mënyrë e llogaritin që hudhen në kanalizim e humbat bërllog. Faktikisht nëse një qese plastike apo një hekër për shembull cilën do e hudh në kanalizim, pra ti nuk e ke hudh në kanalizim, po ja ke pengu rrugën vetës, që në momentin e ardhshëm, pra si këto vëshime që i patëm tash, këto të rreshtura që shkaktuan dëme të mëdha në gjithë Kosovën, pra zbuluan se faktori njeri është shumë i papërgjegjshëm dhe është shkaktari apo shkatruesi kryesor i disa proceseve, madje duke shkuar edhe drejt procesit apo duke i devijuar shumë herë lumenjt dhe duke i mbyllur prockat e parapara për qarkullim të ujit, siç ka qenë në të kaluarën, pa marrë parasysh faktit që ne kemi njerëz të dijshëm, por nuk i vjen rendi për të folur për ato gjëra. Kur marrim vrejtje mendojmë që na i kanë për inati, dhe me këtë rast dëmi është siç thonë, është në shesh, pra është i dukshëm dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Viktimave apo atyre që u preken nga vërshimet, ju bëjmë thirrje që të bëhen të fortë dhe konsideroj që secili njeri që ka nevojë për ndihmë mund të thërras për shembull në publik dhe konsiderojmë që edhe ne në Art Media do ta bëjmë punën tonë që të operojmë dhe të veprojmë duke shpërndarë atë lajm dhe duke ndihmuar me atë sa kanë domosdoshmë njerëzit mundësi, sepse është kohë dimri dhe njerëzit ka mundësi që kanë vetë dikush pa shtëpi, dikush ka nevojë për veshmbathje, dikush ka nevojë për mbulojë, dikush ka nevojë për ngrohje, pra le ta kthejmë solidaritetin, por duke pasur parasysh që duhet të kemi edhe kujdes në të ardhmen. Vlen të theksohet edhe një fakt se Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, e cila është në të gjitha komunat e Kosovës, është drejtoria me një farë mënyrë me karakterin më nënçmues, e cila mendojnë që duhet të përdoret apo duhet të jetë aktive njëjtë sikur Drejtoria për Kulturën, Rini dhe Sport, apo Drejtoria Shërbime Publike apo drejtoritë e tjera. Pikërisht kjo drejtori duhet të jetë në nivelin e drejtorive të përditshme, por në qasje për vetëdijsimin e qytetarëve dhe për mbarvajtjen e objekteve përreth, për mbarvajtjen e lumenjve, mbarvajtjen e rrugëve, pra faktikisht drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim nuk e ka vetëm një rol që të përdoret vetëm kur është koha e fatkeqësive dhe të dilet me drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim. Pra drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka shumë mision ma të gjanë, të cilën duhet ta kuptojnë të gjitha komunat, se duhet të jetë pikërisht drejtoria e parë pas kryetarit komunës. Sepse në momente të caktuara, pra drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim del në mbrojtje. Pra është një drejtori që mund të thith fonde dhe
të zhvilloj aktivitete të ndryshme në parapregaditjen dhe avancimin e popullatës për raste të caktuara, sepse nuk janë vetëm fshira dhe borat ato që mund të preken, pra mund të vjen në pyetje Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, por janë tërmetet, janë zjarret, siç kemi parë verës, janë mos flasim çdo aktivitet që diçka që s'po du me përmend, për shembull është një diçka që kemi kaluar para 27 viteve, pra edhe ajo mund të jetë pjesë përbërëse e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, por krahas asaj është edhe siguria e shpejtarëve, e cila duhet të kalojë përmes Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. E ka shumë dikaskere që duhet të ndërlidhen, të bashkëpunojnë ngushtë me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, që rrugtimi i qytetarëve në një jetë të qetë dhe të përgatitur në një farë mënyrë për shumë gjëra, mund të bëhet shumë lehtë përmes kësaj drejtorie. Ne nuk themi që mund t'i dalim fatkeqësisë përpara dhe t'i themi se ne kemi Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe do t'i bëjmë ballë të gjithave. Jo. Fatkeqësive natyrore s'u bën ballë askush, por sadokudo që jemi të përgatitur për proceset e mundshme. Dhe me këtë rast konsideroj që Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim duhet të jetë me prioritet në secilën komunë dhe mos të kursehen për shembull fondet dhe mjetet për këtë drejtori dhe për këtë institucion kaq të rëndësishëm për të cilin unë konsideroj që në shumë komuna të Kosovës madje as nuk llogaritet për drejtori, e vetëm në raste të caktuara mendojmë që do themi se po Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim ka këtë proces. Pra, neglizhenca e sigurisë mendojmë që ka pru deri në këtë pikë shumë herë, pra për çdo vjet pothuajse prej 2021-s ka pas vështrime në Kosovë në shumë pjesë të Kosovës, ka pas në zonë Drenisës, ka pas në region të Lindjes, Gjilan Ferizaj Kamenic, në Vëbërd, ka pas pjesën tjetër të Rafshit Dukagjinit, pra gjithkund në Kosovë ka pas vështrime, mirë po Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, rolin e saj ka pas shumë minimal veprimit, apo është marrë vetëm shumë herë me pastrimin e lumejve, gjë që nuk ka mjaftu në procesin e ruajtjes së qytetarëve ose jetës së qytetarëve apo pronave të qytetarëve, ku kemi pas rast për shembull gjatë verës që ka pas zjarre të shumta, zjarre këto të cilat u menaxhuan pikërisht nga persona që janë, më vjen turp ta them, por janë vullnetar janë me titull, zjarfiksit vullnetar, të cilët nuk kanë pagë të rregullt, mirë po komuna e Gjilanit apo edhe komunat e tjera i stimulojnë me një pagë të parafort me zjarfiksin e rregullt, mirë po zjarfiksi i rregullt edhe zjarfiksi vullnetar nuk dallojnë në kryerjen e detyrave dhe të shërbimeve që i bëjnë. Madje kemi pas raste shumë herë kur punët e mëdha nuk i kanë kryer zjarfiksit me pagë të rregullt, por i kanë kryer zjarfiksit vullnetar. Pra rasti i tillë ka qenë djegja Meridian në Gjilan, ka qenë rasti kur erënat e forta thyen pemë të ndryshme dhe të gjitha ato pastrimi atyre pemëve për shembull kanë bërë zjarfiksit vullnetar, po aq sa kanë bërë edhe zjarfiksit me pagë të rregullt, andaj nevoja dhe kërkesa për të shërbyer atyre që shërbejnë, mendojmë që është domosdoshmëri pa marrë parasysh faktit, nëse për shembull një zjarfiks nuk hyn në funksion 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, inshallah kur s'bava ki me hyn në funksion. Po nëse i marrin për shembull rrogat ata zjarfiks, mjafton një moment i caktuar dhe ata paguajnë vetëm. Vetëm për një moment, nëse shpëtojnë jetë njerëzish, ata e paguajnë gjitha të mundi, gjitha të pagë që kanë marrë për 10 vitet e paraprake. Mos flasim që punojnë nuk ndalen asnjëherë. Për shembull rasti që ka kaluar në Heshtje,
është rasti i fundit në Gjilan ku një objekt banesor është djegur pikërisht nga energjia elektrike, për shkak të energjisë elektrike, dhe në atë zjarr për shembull kanë marrë pjesë zjarrfiksit vullnetar. Pra në luftën kundër zjarrit kanë marrë pjesë zjarrfiksit vullnetar, duke i shpëtuar edhe qytetarët duke nxjerrë nga objekti banesor. Kjo ka ndodhur në qendër të midis Gjilanit, pra ka ndodhur në përballë Agmia Center, që është tash më Vival, atje është me lokacion, por që nuk është bërë shumë buje madhe për këtë rast. Mirë po konsiderojmë që veprimet e tilla duhet të kenë kujdes për secilin rast dhe njerëzit të thonë se kanë veprime të domosdoshme, kanë arsye për të kërkuar diçka, dhe konsiderojmë që këto veprime, këto kërkesa, qoftë të zjarrfiksëve vullnetar, qoftë të zjarrfiksëve të rregull, qoftë të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, të trajtohen me prioritetin më të lartë, sepse bazuar në fjalën amerikane safety first, është fjala më domethënëse për secilin fakt. Në asnjë libër shkencor të sigurisë nuk thuhet që ekonomia është e para apo drejtësia është e para. Pikërisht për gjithçka që kemi ne është siguria parsore, pastaj të tjera. Pas sigurisë vjen çdo gjë, por së pari të sigurt, pastaj të ushqyer me rregulla të drejtësisë. Pra, miq të dashur, ky është emisioni për sonte, ndoshta pak në orë të vona, mirë po urojmë që familjet që kanë përjetuar vërshimet, janë prekur nga vërshimet, ti të i kalojnë sa më lehtë, nëse është e nevojshme të mblidhemi të gjithë dhe të shërbejmë atyre me aq sa mundemi, sepse është kohë dimri, dhe të mos hezitojmë të luajmë ta bëjmë atë humanin që e kemi në shpirtin tonë, ashtu siç e kemi treguar në shumë raste, dhe të kihet kujdes për herave tjera, pa marrë parasysh faktit, të bëhemi të gjithë bashkë dhe të pastrojmë lumenjt, të pastrojmë porrojet, badat e ndryshme, të sigurojmë ambientet, të mos bllokojmë ujëmbledhësat, siç kemi bërë në një farë mënyrë deklarim, apo siç kemi prononcuar më herët që ujëmbledhësat janë të bllokuar qoftë nga rëra e hedhur, qoftë nga mjetet e forta, dhe me këtë rast besoj që duke i liruar disa procese, ja letojmë rrugën mbetit për të ardhmen. Natën e mirë dhe faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj. Mos harroni një like dhe follow apo edhe share në Art Media, na bëni një nder të madh dhe gjithë më të mira nga ne. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.